këtë nuk do ta bëjmë përmes karbonizimit. Sa për dijenin tuaj, për ata që nuk e din, ne jemi 100% me prodhim energjie ripërtëritshme në Shqipëri. E dini? 100% energji e ripërtëritshme. Nuk kemi energji fosile, nuk kemi gaz. Ne kemi energji 100% të ripërtëritshme. Hidrike, diellore dhe një pjesë e erës që sapo nis. A e dini që në fund të 2028-ës Shqipëria do të jetë eksportuese neto e energjisë së gjelbër, eksportuese neto, nuk do të kemi më nevojë të importojmë energji nga askush. E dini këtë? Jam i sigurt që nuk e dini. Në fakt, nuk e keni detyrim ta dini. Arsyeja pse bota është kaq e entuziazmuar për këtë është për shkak të Donald Trumpit, sepse nuk besoj që flamingot në Shqipëri do të kishin bërë një trazim kaq të madh nëse nuk do të ishte një rast për t'i shkuar pas Donald Trumpit, por kjo nuk ka të bëjë me Donald Trumpin.